Në rast ai ka zgjedhur një jetë tjetër me femra të tjera, rrugën e mbartë të ketë, unë preferoj të jem beqare, do adoptoj fëmijë dhe do jetoj e lumtur me fëmijë të adoptuar dhe me familjen time. Qa po thëmë, qa po thëmë? Po, Qa po thëmë se ta futa kështu? Bau, a jenë Terezina më të kokës? E kam shumë seriozisht, më kupton ti mua. Po, tani, jo, po qa janë to gjëra tani? Sto s'ti pranoj do tu? O ju kjertu unë e kam vendos me jetën time. Jam 29, i logjikoj gjërat, i një gjërat, i shoh 29 gjërat. edhe po fletë si kur je një 14 vjeçare, që s'dit s'merë erë nga jeta. O ju kjerta s'mund bëj fëmijë me dikë që se du. Po ku diti që s'do duash dikë tjetër me shpirt? Po e shoh. Po që e shoh me e shef tani, mas një viti do qeshesh me këtë situatë. Po bollo se s'maron jeta me një mashkull, se latë nëmë. O ju Gerta, edhe ma që kam qenë martume, nga kjo kam kuptu që se kam dasht atë. Jo, zemra se kam dasht edhe unë, kam pas vdek mas burrit. Po mu duke që ti akoma e don. Jo, fare, fare. E ke djesim po se pranon. Fare moj. Hiq. Që kujton se s'ka vazhdu jetën e vetë aji? Po aji ka vazhdu, po ti e donë. Jo, fare. Zdo të caj ka vazhdu jetën e vetë ati se ke djesim. Jo, pra, nuk e du, se dhe nuk e kam dash. Nuk e du. Nuk e du o gotë, sepse koha shëron gjithë shka. Koha shëron gjithë shka. Pa tjetër kam respekt, është babaj fëmijës tim, dhe do të respektojnë maksimum. Qesh, nga njerë, kur them, budalla kam qënë. Po, po. Qesh, tani qesh, se. Sa të. O ju Gerta, unë jam e sigur që ti ta kisha atë këtu një javë, ty do t'i rikëthy gjitha djesit për atë. Jo, fare. Po pse se takoj unë atë që duhet në vi këtu që të më këthejnë djesit. Jo, ta kish një javë këshu pandalëshëm. Po, jo, me zemra i me hy këtu, unë marrë valigjet, miru pafshim lëmë të mirë. Po pse i merë valigjet i kësh? Po pse duhet rri unë këtu? Po pse duhet rri këtu? Se përballon dot. Jo, s'ka lidhe me përballe, po unë nuk e bëj pazar jetën time. Po pse duhet ta llogarit në rast se të është largu djesia ti e shef njëri normal këtu në shtëpi? Ka lidhje, po, njëri normal fare. Dhe s'ke pse të prekesh me prezencën e ti? Po jo më shpirt, i bie që do kur dy persona që kanë diçka me njëri tjetrin janë në një reality show, diku do dalin gjëra, do kesh përballe, do kesh gjëra. Unë jetën time pazar nuk e bëj. Po. Jo, s'ka shans. Edhe unë s'dua ta bëj pazar, ama ai kur mi përdor ata fjalën në mes të tavolinës, mos na bëj si shenjtore, se di çfarë flasi, them po flite atëherë. Se nuk do thotë se ti thua mos na bëj si shenjtore, publiku ose tjerë do mendojnë, ua, ky pale ç'a din nga për albën. Flite o njëri ç'a din për albën, rase e përdor atë fjalë. Nga njëra anë duket sikur e bë për të më nxeh mua, sa ai e di se si unë nxehem kur dikush paragjykon pa fakte. Mënyra më e mirë që ti ta përballosh këtë gjën është ta shumëzosh me zero. Nuk e shumëzoj do, tani. E di si mund ta shumëzoj unë ndoshta me zero, momente kur dal jashtë aty më larg ti. Ju Gerta duke pa 20 orë, sidomos me një femër tjetër. Po ti do martohen vetëm me limin kur ti jem jashtë e ti jem larg ti. Iko Alba tani po me unë po martohem vetëm atë, nuk martohem me tjetër. Se ku oj Ju Gerta me vërtet ashtu është. Ama kështu me këta gjëra që i bën ai, për mua është e pafalshme dhe kam thënë rrugë tona janë bërë kështu tani. Po, dhe ti do rish beqare. Po. Po bollës është për qeshur. Po bollës është për qeshur. 30 vjeç. Është për qeshur. Inshallah do Zoti shkojmë punë të bashkë. Alba je rritur, je 29 vjeç, të lutem mos fol kështu. Edhe një 14 vjeçare nuk flet kështu është shpirt. Gerta, po s'kam ndjesi për asnjë bashkull tjetër. Po s'ke tani moj vajzë. Se e ke zemrën e zënë. Kur të të lirohet, kur të shërohet plaka, sigurisht që do gjesh dikë tjetër që do të duash, bas edhe më shumë. Ku e diti që ky është limiti dashurisë që mund të provosh ti? Po, se ky më ka zgjuar Ju Gert. Ti mendon që ke arrit maksimumin në forcën e ndjenjës. Nuk ja ke iden, se nuk i dihet nesër pas nesër. Jeta është e paparashikueshme. Ju Gert, do të them një informacion? Shikimin e ti unë kam parë reflektimin tim. Sinqerisht e kam. Alba, të lutem. Lutem, jo kësoj budalli që është, lutem, këto nuk janë për veshin tim, lutem. Di që? Ju Gert. Budalli që, po i ka budalli që tani
shikimin e ti, sinqerisht e kam do ta them, do e mbash mend dhe kur dalim për jashtë do të vërtetohet. Shikimin e ti, Hygerta... Mos ma thuaj moj, se më Mërë se do të duket... them edhe një informacion tjetër me rëndësi, 2 informacione. Ky informacion si shte fare, një ky ishte kokra budalliku, që që skip. Do të them edhe një kokër budalliku tjetër. Next, kokra budalliku tjetër. Ama më shif në sy që ta kuptosh më mirë. Pse më duket sikur do qesh? Po do qesh, normal, me brot shkullat që pak kur. Hygert, shikimin e ti, unë kam parë reflektimin tim, dhe që në ata momente, gjithë jeta im dhe qënja im ka ndryshu. Unë jam zgjë. Unë e di që është aji. Vetëm se të zgjoj. Po shumë mirë, të zgjoj që të futesh në jetë edhe të shijosh jetën, edhe pse patë. Nuk ka lidhje thjesht. Mere si një nderë që të ka jeta që ne bërë. shofim. Po që li Ke dëgju një të zgjoj informacion tjetër që shpirtërisht? unë kam thënë? Që? Nga vera deri para bigut kam shëruar 15 njerëz me masazh bioenergji. Këto si besoj, lutem, këto mos me thënë. Okej, Hygerta, kur dalim bujrum, të unë mirë se ardhur je, në rast se do kesh një problem. Ja. Dhe Këto nuk i besoj zyrat të fare. tjera. Këto nuk i besoj fare. Dhe Zoti realisht është diçka shumë e fuqishme dhe t'jep një balans shumë të madhe në jetë. Besimin në Zot. Shumë bukur, shumë mirë që beson në Zot. Po, këto, pastaj... Dhe nuk e kuptoj Hygerta pse ekziston kjo Duket, disbalans kjo kaq që e the madhe në tani, botë. mu duk fiksi barazimi i lekut me poundin. Pse? Po njëta. Hygerta, a e ke ndje vetë ndonjëherë fuqinë tënde kur e ke pa reflektimin tënd në sytë ati që ti ke pas Nuk në e kam jetën parë tënde? reflektimin tim në sytë askujt. Hygerta, akoma se ke gjetë dashni reale. Basa. Kur do e gjesh dashni reale, ti ke për të parë reflektimin tënd në sytë atij. Dhe që atëherë jeta jo do marrë O, kuptim. Alba, se vjen me qesh. Për Zotin vjen me qesh. Unë e shoh ndryshe Sepse dashurin. është kufizueshmëria jote e trurit, jo për fajin tënd. Nuk është Për fajin e kufizueshmëria, është lavazhit të kufizimi. trurit të ha. sistemit që ekziston në botë. Sistemi Matrix, të lutem, o Alba. Po. Ktheu në Sistemi bisedë në baza Matrixit reale, ka të bërë lutem. edhe kufizueshmëri në Kufizim quhet, ja kufizueshmëri. tek njeriu. Po pra, Në mendjen e kufizim njeriu. quhet. ha. I ka bërë lavazh truri. Të besoj diçka që vetë sistemi e ka ofruar, po jo ato që është në realitet. O Alba, Tek do njeriu kthesh dhe në fuqia e bisedë njeriut. reale, apo do fillosh të flasësh Kjo është kodra biseda mas më reale bregut? që ti ke dëgjuar ndonjëherë në jetën tënde. O, mirë, okej. Dhe më beso, do të vijë një moment në jetën tënde Këtu që do të s'dimoj kujtojnë dot, fjalët e s'jap dot mia mendim. dhe do më kërkosh, do më bësh telefon. Nuk e thash këtë që të më japësh mendim. Do të vi Hygert një moment në jetën tënde që do të rikujtohet ky moment dhe këta fjalët e mia, më dëgjo. Okej, në rregull. Dhe mbaj Ai mend të ka që do më dhënë ty këtë telefonosh. bioenergjin. Jo, s'm ka dhënë ai bioenergji. Jo, e keq kuptove. Okej, e ke Ai më pas ka brenda, zgjuar. ta ka zgjuar. Okej, Jo më më fal. ka zgjuar bioenergjin. Më ka zgjuar, se Po, unë tregova okej, vetëm okej, një okej, okej, drejtim mirë, të mirë, vetes tim dhe aftësisë mirë, time. dakor. E di që ke diploma në shumë Jo fusha diploma. tjetës. Aftësi që ti dish Fryma që gjëra. ke për brenda. Po, okej, Dhe në nuk janë rregull. diploma sistemesh. Në rregull. Mirë, pra mirë, e Është kuptoj. diplomë universale. Zoti që ta jep. O, zoti. Më vjen për çej se e di që vjen për çej se beson. Nuk ke faj Hygerta, është lavazhi i trurit, nuk ke faj ti. Hygerta Alba është për të zgjuar. O, të lutem, më lëre atë me këto broçkulla, po do të flas, hajde të flasim në terma normal edhe real. Termat normal janë terma dënimi për njerëzimin, se janë lavazhi i trurit i formuar nga sistemi Matrixit.